Presidenti Amerikan Donald Trump ka vendosur tarifën e re shtesë prej 25% për të gjithë makinat e importuara, pavarësisht origjinës së tyre, një masë që do të hyjë në fuqi më 2 prill. Duke cilësuar këtë si fillimin e ditës së çlirimit të Amerikës, Trump pretendon se kjo politikë do ta mbrojë industrinë amerikane të automjeteve dhe do të sigurojë miliarda dollar të ardhura shtesë për ekonominë e vendit. Ai argumenton se edhe për shumë vite, vendet e tjera kanë përfituar nga SBA-ja dhe tani është momenti për të rivendosur ekuilibrin ekonomik. Masat e reja, sipas administratës amerikane, do të stimulojnë prodhimin e makinave brenda vendit dhe do të reduktojnë varësinë nga importet. Presidenti beson se prodhuesit e huaj të automjeteve do të jenë të detyruar të hapen fabrika të reja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të shmangur tarifat e larta. Megjithatë, ai pranon se kjo nuk do të ndodhë menjëherë dhe do të kërkojë kohë për t'u realizuar. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se kjo politikë mund të ketë pasoja të kundërta. Një nga efektet më të menjëhershme do të jetë rritja e çmimeve të makinave për konsumatorët amerikan, pasi shumica e automjeteve të prodhuara në SBA përfshin komponentë të importuar nga vende si Meksika dhe Kanadaja. Kjo do të ndikojë nga zinxhirët e furnizimit dhe do të rrisë kostot e prodhimit, duke vënë në vështirësi dhe vetë prodhuesit amerikan. Ndërkohë, politika e tarifave të përhershme mund të çojë tensione të reja tregtare me partnerët kryesorë të SBA-s, të cilët mund të kundërpërgjigjen me masat të ngjashme ndaj produkteve amerikane. Ky vendim ka ndjesur debate të ashpra në qarqet ekonomike dhe politike, me kritikë që argumentojnë se një strategji e tillë proteksioniste mund të dëmtojë më shumë ekonominë amerikane se sa ta forcojë atë. Përplasjet mes përfitimeve të pretenduara dhe rreziqeve të mundshme bën këtë politikë një nga sfidat më të mëdha ekonomike të administratës Trump, me ndikime që do ndihen në të gjithë tregun global të automjeteve.